si dhe që tjetë. Vendi duhet me posë një shumicë parlamentare. Nisma ka thru një, si me thani mundësi, që ne besojmë me qenë përgjesh, për faktin që vendi duhet me pasë institucione, pavarësisht si e qysh duhet, pavarësisht ka shumë nëse të duhet. Partitë politike në fund ditës se dhe përgjithësinë e vetë, edhe pozicionimin e vetë. Ne kemi dashur që duke kuptuar situatën, nevojën e pasjes së institucioneve, duke kuptuar që institucionet krijohen vetëm përmes shumicave parlamentare, duke respektuar pozicionimin dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës, ne si parti politike, me ato mundësi që kemi dhe votën që e kemi dashur që jemi të përgjeshëm para votuesve edhe të nisëve këto dhe qytetarëve të Kosovës, duke e dhënë një mundësi. Të tjerat, secili me përgjegjësinë e vet. Unë jam i bindur që Kosova shumë shpejt të ketë institucione. A keni me votuar sot zoti Limaj? A mendoni që ka Bekoqa e marrëveshja gentlemanit që Gjithmonë do të krijohet, si më thon, shumicë parlamentare. A mund të llogaritet në 3 votat e nismës pa u bërë juve krye parlamentare? Përkushtimi i gjithë do të besoj që është për të kërkuar institucionet, për të realizuar ky përkushtim, natyrisht duhet shumicë. A keni me votuar sot zoti Limaj? Dhe po, shpresoj që po, që do të ndërtohet një shumicë parlamentare. Derisa nuk ka ndryshim të gjendjes, sjellja jonë në parlament do të jetë e njëjtën si ka qenë deri më parë. A llogaritet në 3 votat e nismës pa u bërë krye parlamentare?